Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në Klik, emisionin debatues në Radio Televizionin 21. Emisioni sonte quhet Deportimet dhe deportimi. Do të flasim për një deportim që u bë temë kohëve të fundit dhe për disa tema tjera që kanë deportuar ndërkohë. Edhe janë bërë tituj dhe meritojnë vëmendjen e opinionit spaku. Do trajtohen në emision si tilla dhe disa prej temave që kanë qenë gjatë javës të diskutuara, përjashto temat që kemi trajtuar për gjatë 2 ditëve të kaluara në Klik dhe që kanë mbizotruar së paku si ngjarje ditore. Fillimisht do të flasim për atë që u quaj deportim i Bojken Abazit, reagimet që pasuan një lëshim teknik të cilin e bëri policia e Kosovës për dalë më pas në tema tjera dhe këto do t'i diskutoj. Fillimisht do të prezentoj Vebi Kajtazin, të vetmin mysafir sonte, përshëndetje, mirë se erdhën nga insideri.com. Treshja tjetër e përhershme në Klik, në të majtën time është Dritan Selmani, mirë se erdhët, përshëndetje. Në djathën time kam Halil Matoshën dhe Dugi Gorani, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Tha, shtoria parë ka të bëjë me Bojken Abazin, gjithësisht do të ndjekim vetëm një pjesë të reagimit që Lëvizja Vetëvendosje ka bërë në një konferencë për media sot për t'i kthyer më pas detajeve dhe reagimeve. Kidnapimi dhe dëbimi i Bojkenit është krim i këtij regjimit korruptuar, si ndaj Republikës së Kosovës, po ashtu edhe ndaj kombit shqiptar. Për këtë kidnapim dhe dëbim, ne e mbajmë përgjegjës kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa, ministrin e tij të brendshëm Skënder Hyseni, si dhe drejtorin e drejtorisë për migrim dhe të huaj Valon Krasniqi nga profili të cilit në Facebook duket qartë se është militant i PDK-s. Kidnapim, dëbim dhe mbajtje njerëzve përgjegjës, po ashtu i qitë edhe policisë punësët, duke konstatu gabime teknike në kontesën e tyre gjithësisht në raportin. Nuk e di është gabim teknik, apo uzun pak si ngusht në këtë vendimin për dëbim të zotit Abazi. Unë tek sot e kam lexu me goxha vëmendje vendimin për dëbim të tij, edhe kam pa aty që në fakt është goxha skandaloz. Për shkak të përmbajtjes tij. E para, nxjerrja një vendimi për dëbim dikujt është një lloj aktgjykimi kundër cilit nuk lejohet ankesë. Në këtë rast, dëbimi i zotit Abazi nuk kishte një arsyetim të qëndrueshëm. Janë 2 pika aty që përmenden, mbi të cilat ka bërë shkelje zoti Abazi sipas policisë. E para thot që ka qëndruar në Kosovë përtej 90 ditëshit, siç lejohet me ligj për të huajt, dhe dyta është cënimi i ligjit edhe i rendit juridik në Kosovë, për të cilin nuk ka asnjë pikë se si e ka cenu edhe si e ka rreziku rendin në Kosovë zoti Abazi. Po ashtu në këtë vendim përmendet edhe një detaj tjetër që ka të bëjë me veprat penale të kryera, siç përmendet aty nga zoti Abazi. Përmenden gjithsej 5 vepra penale. Duke u nis nga kjo, unë komunikova me policinë e Kosovës edhe kërkova sqarime se si mund dëbohet dikush derisa është në procedurë penale. Ne kemi problem për të siguruar praninë të pandehurve në procedurë penale, për shkak se i shmangen ata drejtësisë, duke e ditë faktin se antarët e Lëvizjes Vetëvendosje gjithmonë refuzojnë të paraqiten prokurori edhe në gjykata për hetime apo për gjykime, në këtë rast vetë shteti po e debonte një antar të Lëvizjes Vetëvendosje dhe po e ndalonte hyrjen në Kosovë për 2 vjet, derisa ai ishte në procedurë penale. Prej këtij fakti unë u nisa edhe komunikova me policinë e Kosovës. Ata më thanë se ky është një gabim teknik
se nuk ka të bëj këtu me vepra penale, po sigurisht ju ka rshit ati zyrtarit, bile kështu ma tha, i ka rshit dika në këtë vendim, sepse ai nuk ka vepra penale. Thjesht ka kundërvajtje dhe kjo kundërvajtje është qëndrimi ti jashtë rregullave brenda të teritorit Kosovës. Edhe kur doli historia, pasaj pati edhe reagime, policia u përpoq ta përmirësoj, domethënë, atë raportimin ton, se kinë se vendimi është krejt i bazum në ligj, edhe dëpërtimi ti është i ligjshëm. Pra, nxjerrja një vendimit të tillë, pa një arsyetim të qëndrueshëm, se cilat janë veprimet konkrete të zotit Bojken Abazi, mu m'jap me nënkuptu se thjesht është një urdhër për ta debu dikën që e konsiderojnë si një kundërshtar të fuqishëm apo një eksponent kogja të fuqishëm politik në Kosovë, që mu të nxjerrë probleme në llogaritjet e tyre politike. Pse duhet të bëhet temë dëbimi e një shtetasit tuaj i cili sipas policisë ka qëndru ilegalisht në Kosovë? Po, fatkeqësisht, sot ka ndodhur dy gabime fatale të policisë të Kosovës, edhe pse janë në zbatim të ligjit, do të thotë nuk kanë ditë se ku edhe pse, ku po dalin me këtë akt. Gabimi i parë mendoj se është që ky njeri është toleru, do të thotë me vjetë tonë. Është Kosovë, ne e dim që është rezident, që është sekretar për marrëdhënie me botën madje në suazat të lëvizjes vetëvendosje, që është njëri prej zyrtarëve kyç të kësaj leadershipit të kësaj organizate politike në Kosovë, parti parlamentare, e cila domethënë ka deputet përfaqësues zgjedhur në Kuvendin e Kosovës, dhe intervenimi tek tash kundër tij, kur praktikisht jemi në krizë politike edhe jemi në valën e protestave të kësaj lëvizje, dhe kjo jep shije të hidhun vendimit policisë Kosovës, duke dëshmuar politizimin, ose ma mirë me thonë, influencimin politik të saj. Sepse pas reagimeve, është kujtu policia Kosovës që ta zbut qëndrimin e vetë, ose t'i bi pishmon. Me thave biju që ajo njëherë është thonë nga policia se është njëri i rrezikshëm madje edhe për sigurinë nacionale, ndërka që ma vonë, kur kanë po që nuk po shkoj ka bashkë ashtu, ju në këthy dhe kanë thonë jo veç e ka shkel ligjin për të ujt. Gjë që unë konsideroj që është shkel ligji për të ujt, dhe në këtë rast, mirë po pëse është debu tash, edhe pse vetëm ky njeri, policia në një kumtesë të masdites dëshmoj se janë debu një 8 shtetas të Republikës Shqipënisë, në bazë që ti ligjit mbi të ujt, cilin e kanë cenu në një mënyrë ose një tjetër, mirë po, policia Kosovës haron se janë debu qindra gjatë viteve të fundit, sidomos Rom nga Shqipënia që vinë me lyp lëmosh në Kosovë, dhe sipas kësaj del se është një qasje selektive ndaj shtetasve të ujit. Sepse një pol, do të thotë, debohen pa asnjë justifikim, kurse dikush qenë ka, do të thotë, aq i rëndësishëm, edhe pudesh ka që me bum mediatik, edhe pse ligjin mbi azilin, parashe, do të thotë, ligjin mbi azilin në Republikën e Kosovës, që është ligj që e kanë shumica vendeve evropiane, domethënë parashe në kryen e 4, mbrojtjen e përkohshme deri në 6 muaj edhe atyne që nuk kërkojnë azil. Mirë po ata si të gjenden rrugëve të Kosovës, merren që thojnë për veshi, edhe qitën në zonën neutrale. Kjo racizëm i kullum. Dhe, po njemi mësuna me racizma të tillë, dhe kemi orë në situatën ku tash policia po donë me mbulu zhurmen edhe diplomatike, ambasadori shqiptarëve u shfaq shumë i nervoz sot mediat e Prishtinës, por se në anën tjetër, unë e lexova me vëmendje ligjin për të ujit. Ky zotni, Bojken Abazi, e ka cenu, e ka shkel këtë ligj për shumë arsye. Jo vetëm që e ka shkel ligjin në substancë,
ose në thelbin e tij, sepse do të thotë ka hy pa vull, do të thotë që mund të konsiderohet si kalim ilegal i kufinit, dhe nëse jemi shtet serioz, ose duhet të jemi serioz, ose duhet të jemi shtet thjesht, duhet me mshjel dugojnë. Demek. Në këtë situatë, është edhe për diçka tjetër. Ky njeri asnjëherë nuk ju ka bind ligjeve të Kosovës. Ka shkruar në kontinuitet dhe ka folë kundër vendit kushtetues, për përmbysje të vendit kushtetues, nuk e ka pranuar vendin simbolik as vendin juridik, por ligjin e këtij vendi asnjëherë ka, do të thotë, madje dhe ka edhe ka përdhës, kisha më thonë, simbol të shtetit, si Lecka e ka qytë flamurin, në disa raste, ndërka që të paqëndrueshëm entitetin juridiko-politik si subjekti drejtës ndërkombëtare Republikën e Kosovës. Mirë po, esenca e krejt kësaj, për me hap debatin, është se Kosova nuk ka ligj për partitë politike. Dhe madje nuk përmenden as në pushtetut. Flitet për kuvendin, flitet për qeverin, flitet për kryetarin e shtetit, që është zgjedhën, por nuk flitet që ato pushtetin Kosovë derivojnë, do thotë pushtetin politik e derivojnë partitë politike. Nuk ka ligj, nuk dihet se a mund shtetas i huaj të jetë antar një organizate politike përkatësisht partije politike apo jo, dhe në këtë situatë mundet gjithkush me ardhë edhe me bon këtu bashkë çka ti teket. Edhe pse s'ka po bashkë çka ju ka tek. Megjithatë e morëm një shpjegim teknik edhe ligjor nga Halili që nuk po e kërkoj prej teje. Thjesht pse duhet bëhet ngjarje nëse të bëhet një antar i vetëvendosjes pavarësisht rëndësisë tij. Po unë mendoj që duhet mu bën ngjarje për faktin që dëbimi i Bojkenit është politikisht është një provokim shumë i rëndë, edhe është i bërë me qëllim. Mendoj që ajo është dëbu për me mujt me e prodhu një kundër reagim nga ana e lëvizjes vetëvendosje, edhe ai kundër reagim mu përdor si vegël ose si instrument politik nga ana e qeverisë. Pra unë nuk muj me kuptu ndryshe dëbimin e tij përveç si një akt qeveritar i cili ma vonë është bartë në instanca gjyqësore edhe në fund policore. Kështu në kontekstin e etikës publike është një akt i turpshëm. Edhe është një akt i cili pa për mu në mënyrë të pa shpjegueshme e prodhon një situatë të pështirë mes neve në Kosovë edhe mes Shqipërisë, të e marrë parasysh që ky akt i turpshëm e ka vetëm një qëllim. E ajo është përshkallëzimi i situatës politike në vend. Po mu s'ma ka marrë mendja që qeveria janë edhe institucionet tona publike nuk ma kanë marrë mendja që për qëllime kaq të për mu të ulta e sjellin vetën situatë me kriju aso mosmarrëveshje, aso ngatrese me Shqipërinë, e cila është krejtësisht e parsyetueshme në çfarëdo analize ose konteksti. Bojken Abazi është marrë me çështje politike. Ai takon një organizatë e cila shpeshherë mundet me pas qëndrime radikale karshi një spektrit problemeve. Edhe kjo qenë ka arsyeja me dëbu prej Kosovës, me dëbu në shtetin e quajtur Shqipëri duke definu si shteta si huj. Kjo qenë ka arsyeja. Mirë. Për ndryshe në qeveritë Kosovës ka ministrat cilët nuk e pranojnë fare ekzistimin e Republikës Kosovës. Dhe ato e deklarojnë publikisht. Nuk e pranojnë fare ekzistimin e asnjë dokumenti mbi cilin bazohet shtetësia janë. Fare. Atyne nuk i intereson nëse Kosova është republikë e avancume ose s'është. Ata e konsiderojnë Kosovën pjesë integrale të Republikës së Serbisë. Pra, përmes dëbimit të Bojken Abazit, është vazhdu tradita e zbatimit gjysmak të drejtësisë. Pra, drejtësia formale, procedurale, për cilën mendoj që foli edhe Alili, ajo është respektimi i pikave të ligjit,
ajo drejtësi zbatohet gjithmonë kur bëhet fjalë ose për dikend që është i dopt, ose për dikend për të cilin zbatimi i ligjit e krijon një interes caktuar politik. Në vende ku drejtësia zbatohet gjithmonë në mënyrë gjysmake, në ato vende situata përshkallëzohet më shumë se mos mu zbatu hiq. Pra, problemi me drejtësi është që ose duhet të zbatohet në plotni, edhe të shndrohet në parim shoqëror, ose më mirë mos mi zbatu hiq. Spaku që Me që e dim që në Kosovë nuk zbatohet në tërësi, apo thu që është mirë me lënë këtë punë krejt? Nëse nuk llogarit në drejtësi, e unë e di në çfarë situata mundet me kalu një shoqëni kur nuk llogarit në drejtësi. Gajle moski se na kemi jetu spaku 20 vjet, ty mos llogarit hiq në drejtësi. Mundet me jetu shoqënia dhe pa llogarit në drejtësi. Përshkallëzimi shkaktohet kur ti llogarit në sistemin e drejtësisë e ai funksionon në mënyrë gjysmake. Sa ajo i prodhon aso frustrimesh në shoqëni, edhe prodhon aso pezmi në shoqëni, sa që situata përshkallëzohet shumë më shpejt. Viteve të 90-ta kur ti s'ki pas fare sistem drejtësisë, ti ki funksionu në bazë të vetë kujdesit. O desht me këqyrë mos mi hup kryt dika. Edhe ai vetë kujdes është absolutisht i dëmshëm për shoqëni normale. Mirë po spaku e prodhon një lloj të rendit shoqëni. Po shoqënitë që zbatojnë ligjen në mënyrë gjysmake, ato e ndajnë shoqëninë në 2, në 3, në 4 pjesë, edhe shkaktojnë pezmatime të mëdha. Kjo sot është manifestim brutal për mua dhe i turpshëm, kulturalisht, historikisht, trashëgimisht, politikisht, ideologjikisht, për mua është natyrisht i turpshëm se ti po e dëbën për aktivitet politik, po e dëbën po i kena bazin ku në Tiranë, edhe ato piqun dëbim, edhe shteta si huj, tash unë ndoshta i takoj gjeneratës më të vjetër, po drejtën me të thonë me paunën një shtetas të Shqipërisë i cili angazhohet për çështje politike në Kosovë, unë ato e këshyri me simpati, për atë sa e kësha pa me simpati edhe ndonjë shtetas kosovar që angazhohet për çështje politike në Shqipëni, në kontekstin serioz, letoshta edhe ndoshta radikal ose shembull të marrim i pazakon, tek e fundit nuk ka lidhje se me ato unë në një mënyrë shoh edhe një kapacitet të shkëmbimit i cili për neve ishte desht me qenë edhe kulturalisht edhe historikisht i vetkuptueshëm edhe i arsyeshëm. Mirë po kjo sot u bë me qëllimet provokimit. Edhe provokimi ka aq i madh sa që e shkaktoi saktësisht reagimin e pritshëm. Ajo është fillimi i protestave ose përshkallëzimi i protestimit nga ana vetëvendosjes. Tash pyetja që duhet mushtruar është pse ka dëshirë kjo qeveri me përshkallëzu situatë. Unë mendoj që një pjesë e kësaj... Kam leja ta marrë hyrjen e drejtonit edhe po kthena në atë pyetje. Okej. Manifestim brutal edhe i turpshëm, kidnapim u quajt nga Albin Kurti, edhe deportim edhe procedurë ligjore me ca gabime teknike nga ana e policisë. Në fakt, këtu në pishoni nga tres, do me thonë, edhe të vetë organeve shtetënore. Një problem juridik e kemi shëndru në problem politik, dhe problemin politik po provojmë i dhonë zgjidhje juridike. Këtu është e lashja, unë menoj. Kosova ka 7 vjet që ka ligjin për të huajt. Dhe ka të regullu në shumë qartë, në mënyrën si do të rrit dikur si turist në Kosovë, nëse ka qëndrim përkohshëm apo qëndrim përhershëm. Ka procedura. Dhe ta është, a do të këtë shtetë mos ta marrëm seriozisht, apo do ta marrëm seriozisht, unë bëj pjesë tek ata cilët këtë shtetë do të me marrë seriozisht, me të gjitha të këshia që i ka. Do të ketë një moment kur do të fillu me respektu ato ligje që i kemi miratu. A është rasti ma i mirë? Unë menoj që jo. Nuk është rasti ma i mirë për kujt me fillu me zbatu atë ligjë. Se në Kosovë ka shumë njerëz cilët rrinë në Kosovë, vinë as lajmërohen, dhe kanë obligim ata. Në momentin kur futën në Kosovë, nëse dojnë me najtë për disa ditë, kanë obligim me lajmëru ministrinë dhe për të kërku leje qëndrim përkohshëm apo të përhershëm, normalisht me kritere caktuar të qartazi. Bile ligji jonë për të huajtur shumë më liberal se shumë ligje tjera cilat kanë vende tjera. Madje për qëndrim përhershëm. Nëse shtetet tjera e kanë që do të jesh bashkëshort i dikuj i atij vende do të spaku 5 vjet, ne kemi 3 vjet. Dhe shumë, madje kemi ndalesën për me hy në shumicën e rasteve maksimumi 1 vjet. Dhe kur e shef
A është mirë se ka fillu për këti moment, më në që jo. Do më thonë, tu e ditë se sa e polarizu në skena politike, tu e ditë se qëfar sjellje jem të pa kohët e fundit edhe në ngjarjet e protestave që pëndodhin, pse me fillu për një aktivistit të vendosës, pse me fillu dhe një shtetas si shqiptarë të ke fundit, kur kemi mujt, ne kemi shtetas të Serbisë që rrinë pjesën veriore dhe ne s'kemi kur farqasim e ta heq nuk e dim a lejmërohen dikun, s'lejmërohen kërkun ata. Me gjithate, unë është dua të përsejem nga fjalët e turpshme, kështu se sigurisht nuk e di, edhe po flasim tashti, sigur po na cënojnë raportet me Shqipërinë, nuk e shoh kështu, jo të lutem. Na kanë vrarë ministrin në qendër Tiranës dhe kur së morë shteti shqiptar asu banami. Nuk është problem ashtu, nuk e shoh këtë kontekst, unë e shoh pak më ndryshe, e shoh që ne duhet me fillu me zbatu ligjin, po jo me kësi rast, dhe madje, cila është, mos me dit me zbatu ligjin. Referenca që sot policia i ka dhënë ato nuk shndrojnë. Thojnë vepra penale, më pas kundërvajtje, më pas ligji thot nëse ti lëshon urdhër largim për dikën ti dush me njoftu para prakisht ato me i dhon mundësi me u largu vetaj, me i thonë je pa ligjshëm Kosovë dhe dil, madje edhe me i tregu cilën pikë kalim ki me dal dhe mu lajmëru te policia kufitare me thonë që e lëshova venen. Ose nëse jepet urdhri për dëbim, do të vendim gjykate. S'mund të dikuj pse intekët largohet dikon sepse që ka rrezik për rendin them shtetënor të Kosovës. Kush është ai që ka përcaktuar këto? Cili është autoriteti që ka vendos kapacitetin kërcënues shtetit të Kosovës ky person? Domthon gabime procedurale, sharlatane, diletanteske quj. Domthon kontekstin e unë jam i pa kompromis se ne duhet me pas një moment kur na kemi me fillu me zbatu ligjin përgjithkohë. Tham, kemi 7 vjet ligj për të huajt dhe sot kemi fillu me marrë me këtë temë, sepse kurse kemi ditë, nuk është çështja e azilit, sepse ata mund të mos kërkojnë kurrë azil dhe të vinë të rinë, por me ligjin e Kosovës, nëse dojnë me pas qëndrim për një kohë, spaku 90 ditë mund të qëndrojnë me në periudhës 6 mujore. Nëse dëshiron të rrish përsëri, ti duhesh me shku me kërku leje përsëri. Do nuk jam i sigurt që jo vetëm bëj kena bazën, por edhe të tjerë që janë lëvizën vetë vendosje, Harbër Zajmi, disa të tjerë, madje edhe shtase të tjerë. Nuk jam i sigurt që lajmërohen në këto institucione. Dhe pse ndodh dëbimi pikërisht me rastin e Burkina Faso. Unë këtë kontekst e shoh, por në kontekstin tjetër që a duhet me fillu ne me zbatu ligjin dhe me fillu me vendos rend edhe për të huajt, mendoj që absolutisht po. Dhe duhet secili me njoft këtë shtet me ato kapacitetet që ne i kemi, por them, kjo policia jona tashti dhe kjo gjyqësi çdo ditë më tepër vetëm shapo na bindin që jo që po shkojnë drejt profesionalizmit, po gabime më të ulta. Vetëm nëse lexon ligjin për të huajt 5 minuta ti mundesh marrë përfundim si me i dhon përgjigje. Kush janë ata njerëz që po i shkruajnë këto dokumente? Dokumenta shtetënor që vendosin për dëbimin e dikujt. Madje ndales për të thonë ti 2 vjet s'ke drejt me në Kosovë. Domethënë po kjo është ajo çka ne po jetojmë, çka ne po e përjetojmë, që është unë e shoh të turpshme ose të skandalizume arsëtimin juridik që po japin këta njerëz, në fakt kanë bazë juridike. Ka ligj në këtë vend. Shumë qartë, nuk ka më qartë. Si e zezën të bardhë shkon germ për germ. Referenca qesharake madje për të thonë dikush që ndoshta edhe shkollës fillore mund të ketë referenca shumë më të mira se çfarë bën institucionet tona përfatmikisht. Apo gatishmëri të policisë dhe të organeve tjera që prej këtij rasti e tutje të fillojnë ta zbatojnë ligjin, apo është ky precedent? Me që drejtori më thotë duhet diku të nisim ta zbatojmë ligjin. Ky është dëbimi i dytë publicitar që ka ndodhur në raport me shtetasit e Shqipërisë. Ka qenë dëbim kur gjithë shoqënia ka duar trokit, e ka mbështet dhe ka shtyr përpara. Ka qenë rasti i Hoxhës Kastria Duka, i cili ka vepruar në një xhami në Drenicë, fshatin Marin konkretisht, edhe keqpërdorimet me anë të fesë që i ka bë ai njeria i Hoxh. Ai ka qenë absolutisht njeri i rrezikshëm për shoqërinë, për rrethin aty ku ka jetuar, për keqpërdorimet që ka bë fëmijëve, të miturve, njerëzve të varfër, familjarëve të viktimave të luftës, edhe ka zgjat një debat dikun, me sa e di, se kam shkru për atë rast, dikun 3 ose 4 muaj derisa ka ndodhur dëbimi i Kastria Dukës. Ishte një konsenzus shoqëror kështu që ai të dëbohej për shkak të
të këqijave për shkak të dëmit që i sillte shoqënisë dhe rrethit ku vepronte ai. Spari përgjegjësinë për ta largu atë njeri nga fshati Marin e pa të marrë zonja Ajnisha Halimi si aktiviste e shoqënisë civile atje, e pa të marrë mbështetjen absolute të Kuvendit Komunal Skënderajt dhe të zotit Lushtaku në atë kohë, i cili në një bisedë për mu në atë kohë më pa thonë që e konsideron më të rrezikshëm se sa Miloševićin, edhe që marrte përsipër largimin e tij me çdo kusht. Dhe kur Kuvendi Komunal i Skënderajt vendosi, mori përsipër një lloj rezolute për ta debu, edhe pse nuk kishte të drejtë, atëherë të nesërmen ndodhi debimi i tij edhe ndalimi përfundimisht i hyrjes në Kosovë për një periudhë me sa e diun rreth 2 vjet. Pa të provu, pa të ardhur edhe një herë ilegalisht në Kosovë, shteti nuk e burgosi apo nuk bëni kurrë tjetër, pos që e deboj edhe një herë, edhe me kaq u mbyll çështja e Kasriat Dukës, imamit të vetëshpallën të fshatit Marin. Pra kemi edhe raste tjera kur shteti ka vepru mirë apo keq në kësi rrethonash të cilat funksionon si deri tash. Megjithatë, a vepron kështu njëjtë me të gjitha rastet, unë besoj që jo, janë shembuj konkret, unë kujtohet në 2011 kur zhvilloheshin bisedimet teknike në Bruksel, gjatë natës homologu e Edita Tahirit sulmon të policinë, sulmon të KFOR-in, vendoste barikada në veri të Mitrovicës, cënonte rendin juridik dhe kushtetues, të nesërmen Bruksel negocionte me zonjën e Edita Tahiri për të ardhmen e Kosovës, për të ardhmen e Veriut, për gjitha këto. Më thonë, ky ligj në raport me serbët nuk funksionon asnjëherë dhe nuk përmendet fare, përmendet Duhaxhini rastet e ministrave që posqat nuk e njohin shtetin e Kosovës, nuk janë as shtetas të Kosovës. Ka prej tyne që janë të ardhur nga Kroacia dhe janë shtetas të huaj, të cilët qeverisin dhe janë pjesë e qeverisë të Kosovës. Pra, në kësi rrethonash, mendoj që edhe, jo vetëm që mendoj, po besoj që është tepër... Që ka ministra në kabinet që s'kanë asnjë dokument të Kosovës? Ka ministra që janë refugjat nga Kroacia, cilët janë... Kanë fitu shtetësinë. Shtetësinë e kujt? Kujna dojnë, të Kosovës, kanë edhe 2 shtetësi. S'ka kujna dojnë, a ka shtetësinë. Kushtetuta dhe ligji për zgjedhje nuk lejon me kandidu në Kosovë dikush që nuk e ka shtetësinë e Kosovës. Po është për më bo ministër, s'ka nevojë me kandidu. Ja, veç një sekond. Edhe këta njerëz edhe kanë kandidu, po nuk mundesh as me u bë antari një kabinet qeveritar dikush që s'ka shtetësi të Kosovës. S'mu kanë shtetë si huaj pjesëtari i qeverisë. Ata kanë dokumente, por është e vërtetë që është Lubomir Marić, po më duket, është refugjat nga Kroacia, po unë e di që ka dhe unë nuk mund të them që nuk e njohin shtetin e Kosovës përderisa nzyrat e tyre punojnë në objekt qeverisë dhe kanë semën e shtetit Kosovës. Unë nuk jam prej atyne që thëmë nëse nuk zbatohet ligji fare në raport me serbët, mos zbatohet edhe me tjerët. Thonë, në këto rrethona ligji le të zbatohet atë sa mund zbatohet. Në pjesën veriore të Kosovës dihen rrethona të cilat janë edhe nuk mund zbatohet ligji edhe ka një lloj qeverisje ndryshe apo një lloj qeverisje autoritetet të Kosovës atë sa na lejon Serbia neve atje. Megjithatë, nëse i referohemi ligjit edhe nxjerrim një vendim për dëbimin e dikujt për cënim të rendit juridik edhe cënim të sigurisë kombëtare në Kosovë, ne kemi për çdo ditë shembuj që jo vetëm që cënojnë, po hynë legalisht në Kosovë ministrat e qeverisë Serbisë, cënojnë rendin juridik, madje shkaktojnë edhe telash edhe vepra penale, edhe kthehen në Serbi pa asnjë problem, pa më të voglin problem. Pra këto janë situata cilat neve nuk na nxjerrin serioz si shtet dhe si autoritete, por në fakt na nxjerrin kozat çesharak. Tash dëbimi i zotit Bojken Abazive atje është në planin e qeverisë për të vepru në gjitha rastet që ka të bëjmë me njerëz televizijës vetëvendosje, konkretisht me zyrtar televizijës vetëvendosje. Kemi shembuj konkret të tjerë se si ka vepru shteti me ta. Para disa muajve ka qenë dënimi standard i një triu nga një fshat i Klinës, i cili
kinë se kërcënon nëpërmjet Facebookut ministrin Arban Abrashi edhe djalin e kryeministrit Isa Mustafa. Është arrestu në ora 12 natës, është dërgu në paraburgim, të nesërmen është ngrit akt akuza, është dërgu në gjykat, është gjyku, është dënu me burg edhe ju ka caktu paraburgim për i 3 muaj dite. Krejt kjo ka ndodhë brenda 72 orëve. Ka një shpejtësi të jashtëzakonshme për të marrë me këto raste policia, prokuroria dhe gjykatat, e derisa raste tjera parashkruhen nëpër gjykata nuk merret fare kërkush me to. Unë për veti, si gazetar, kam të paktën 2 raste që janë ngrit akt akuza kundër 2 persona për kërcënim ndaj meje. Një rast ka të bëj me një kërcënim që ka ndodhur para 3 vjetëve. Një rast ka të bëj me një kërcënim që ka ndodhur para 2 vjetëve. Nuk është caktu kur asnjëherë asnjë seancë, nuk është arrestu kur kërkush. Edhe nuk e di çka komentohem me ato raste, pos që nëse shkon edhe për pak kohë kështu, ato raste parashkruhen edhe me kaq përfundon. Për kërcënime direkte ndaj meje në vend punës, që dikush thotë të kërcënon me prerje koke, nuk arrestohet kërkush, nuk nxirret para drejtësisë, e dikush një i ri nëpërmjet Facebookut që kërcënon një ministër, edhe gjykata thotë se është rrezik potencial për ta kryer veprën penale ky njeri, mendoj se kjo nuk është drejtësi, po kjo është një drejtësi jo selektive, është pak me thonë selektive, është një drejtësi e cila është thjesht mash në dorën e pushtetit për të vepruar në rastet e oponentëve politik, për t'i ndjek ata, për t'i burgos, për t'i akuzu, për mos me thonë për t'i përsekutu. Me thonë, gjithë këta janë shembuj të një zhvillimi që është të vazhdu për sa kohë në Kosovë. Kemi po ashtu rastin e arrestimeve, gjykimit që ka nisë për veturat e Uleksit. Veturat e Uleksit janë dëmtu në kohën kur Euleksi pat nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me qeverinë e Serbisë, bashkëpunim policor, këmbim të informatave. Janë dëmtuar ato vetura publikisht në pikët e ditës. Për sa vjetë është shty, nuk ka pas kur farë gjykimi dhe është caktu qysh tash, edhe në hap jo 10, po 100 procese kundër njerëzve televizëve të vendoset të cilët dorën zemër kryejnë vepra penale vazhdimisht. Nuk është se nuk kryejnë vepra penale, po megjithatë gjithë ky angazhim i organeve të drejtësisë për të marrë me këto raste, të lejoni një shije të keqe, po ta çon tugun si mund të funksionojë drejtësia kështu. Edhe po thu që duke kjo mund shpijet e një përshkallëzim edhe përshkallëzimi i konvenut. Një përgjigje lartë. Merre. Më falë duke. More, s'po foli sonte, hiq. Jo, të lutem. Hiq me si adoni. Okej. Jo, po, problemi që ndonë se krahasimi, qasjet janë ekstremisht emotive, si ndaj Shqipnisë, si ndaj Serbisë. Krahasimi i serbëve të veriut, që janë, më falë bebe, krahasimi i një pjesë që është rebelu, edhe është shpall amnestie përgjithshme me Shqipninë, që kemi marrëdhëniet ma shumë se vllaznore, domethënë janë dy raporte krejtësisht ndryshme, nuk është shumë etike në këtë rast, për arsye se me Serbinë ende kemi çështjet të hapuna të pasgjyrna për shkak pavarësisë që bete bota e qunë të njëanshme, dikush na nje, dhe na kemi probleme me dialogun. Jemi ende për me gjetë një modus vivendi që Serbia me dalë për Kosovë, me pranu një mënyrë ose një tjetër këtë entitet, por se që ka në kuvendin e Kosovës, në qeverit Kosovës, njerë që nuk kanë shtetësit Kosovës, këta së mund me pranu. Është e pa pranueshme, edhe me thonë spekulim total. Por arsye se ata mushin aplikacione, regjistrojnë KQZ si tillë, nuk është, unë e thash që nuk ka ligj për partitë politike, mirë po regjistrimi partive në KQZ është zyra për pranim, se cili duhet me dhënë dhonat e veta, kush është, ka vjen, ku ka le, ku ka me shku, e çka do me bon. Edhe domthonë dihet që disa parti, edhe pse s'ka ligj, nuk regjistrohen nëse janë parti që mbjellin urrëtie, ku ta dione, ndërka që nëse themi që dikun s'funksionon ligji, prandaj mos funksionon krejt vendin, është një gabim për bindjen teme. Më fal, jo e përmendet një mënyrë edhe zoti Goroni edhe ti, sepse Kroacia ka qenë luftë me Serbinë, agresionin njëjtë, sikur të ne,
Dhe derisa në Zagreb e në Split ka funksionu ligji civil, në Vukovar është djegë dhe ka funksionu ligjit e luftës. Prandaj, kur kush nuk e ka justifiku se në Vukovar s'ka ligj, për me thuj ligjin në Zagreb, më falni. Kjo është një gabim që na po e bojmë, nështë me vedije, nështë pa vedije, nuk është çështje jamja. E dyta që kështë duhet thonë, njën këthy disa ministra nga una organeve zbatimit ligjit në Kosovë, të Serbisë. Disa herë në këthy në kufi. Është këthy në një pikën tjetër kufitare. Nuk e di, nëse ka ndoni legalisht në përmajnë vebi, nuk e di. Një po jënë këthy, ka roste. Jo, është këthy në mërtar, ka hy në veri. Se në veri s'ka autoritet atje. Zoti Bojken Abazi ka pas disa opsione, cilat si ka shëgju asë një. Nëse ligji Kosovës 3 vjetë, t'jap mundësi mu bon shtetas, ajo është tu që një 7 vjetë, më falli. Dhe nuk ka apliku asë njëherë për shtetësinë e Kosovës. Nëse... A ki bisedu me ta, Elena ka... Kom bisedu me organet e zbatimit ligjit, bebe. Edhe unë jam një lloj gazetari tash. E dyta, ka mundësi me marrë shtetësi ose qendrim përhershëm, nuk don, nuk ka apliku, ka mundësi me marrë qendrim përkohshëm, nuk intereson as kjo punë, dhe ka mundësi me dalë edhe me hyrë çdo 30 ditë në pikën zyrtare, kufitare, me marrë një vullë pasaport, edhe pa asë një thevën kam. Do me thonë, këse ka shfrytëzue asë një të drejtë të ti. Si, në mahon, mu më vje keq për qosjet të emocionale ndaj Shqipnisë që e kemi, po edhe Shqipnia i zbaton të njëjtat rregullave ndaj Kosovarëve. Ka po ashtu, Kosovarët të deportuar nga Republika e Shqipnisë për keqbërje. Natyrisht, për kënjimet ndryshme, për në më hanë, veprime delikuente me një fjallë. Dhe kënë fund, po them, është ka gjë problematike me i toleru ka gjatë njerëzit të cilët nuk i japin besnikëri këtij vendi, ose lojalitet. Kish me thonë. Jo, ka gjë relative. Mirë po... Pikpamja jam me gjithnjë. Gjithnjë, edhe mirë shumë. Po enda që ishe duke bërë, është që kjo mund të përshkallëzoj situatën në përshkallëzimi i konvenonit qeverisë. Pse? Në fakt, unë mendoj rasti si ky i Bojkenit, vetëm sa është ka mbind që para veti e kemi një qeveri e cila nuk ngurën prej prodhimit të përshkallëzimit. Pra, tash na, shpaku une, duna me fillu me detyru vetën me i shiku institucionet e pushtetit si entitet i cili është i interesum në destabilizim të vendit. Edhe tash, kur fillon me i shiku kësisoj, ti më nuk sheh qeveri, as nuk sheh institucione formale të shtetit, ti e sheh një kundërshtar politik ideologjik i cili e ka një agent, përveç ndryshe prej teje, në atë agent ti përfshien edhe forcat e armatosura të policisë edhe sistemi drejtësisë. Ata është nëse ki një qeveri ose një pushtet i cili nuk ngurën për shembull me përdor këso situata, ti e shet që loja politike e mbajtjes së pushtetit e tjerë ka fillu mu bo tepër serioze e me këto tepër e rrezikshme. Tash, njëra ndër arsyet që unë mendoj që ky përshkallëzim është ka shkaktohet në këso forme, ndërlidhet drejt për së drejti me gjykatën speciale. Mirë po, është pikrisht ky koalicion qeveritar, edhe është pikrisht kjo qeveri e cila me vullnet vetin e ka votuar gjykatë speciale. Ta shti vjen situatë, thush mirë, qëllimi për shkallëzimit mund tjetë i ndërlidhën, që unë shmoj me qeni sigurt, po ma mërmendja, qëllimi për shkallëzimit mund tjetë i ndërlidhën me nisjen e gjykimeve. Edhe tash ndoshta njëra ndër mundësit, ose njëra ndër taktikat e veprimit është problematizimi i situatës sigurisë në vend, përshkallëzimi i situatës, ashtu që ndoshta prej mjegullës që krijohet, ndoshta mundet mu kriju ndonjë ambient ma i favorshëm i cili do ta shtynte ose do ta zbriste rëndësinë e gjykatës speciale. Ajo që për mua është jo veç paradoksale, po është edhe absurde e mbi gjitha është edhe turpshme, është fakti që është pikrisht ajo gjykatë speciale që është votu prej shumicës parlamentare që e përbën këtë koalicion qeveritar, ndërkohë që sot po i njëjti koalicion qeveritar nuk ngurën me përdorë edhe këso masa që vetëm në rastin ma, kushtimisht thonë, në rastin ma
tolerues kishin mujt mu do qesharake. Se nëse donë me e analizu këto seriosisht, dëbimi i Bojkenit është akti turpshëm. Kosova nuk është vend i cili për aktivitet politik i cili është parlamentar, ose s'paku është aktivitet politik brenda një organizate parlamentare, Kosova nuk është vend që mundet me e dëbu dikend, sidomos pse është shteta si Shqipërisë. Për neve, ekzistojnë shtetasit në botë edhe ekzistojnë shtetasit e Shqipërisë. Me qenë se na vetë e thojmë ata. Edhe kemi thonë historikisht, edhe e thojmë ideologjikisht. Edhe vënja e shenjës e barazis mes të gjithë të huajve, përfshirë dhe shtetasit e Shqipërisë, për mu është një dyfyrësi, një absurditet i turpshëm. Krejt na e dim festën që jo bo me udhën e kombit. Na e quajmë magistralin që na lidh neve me Shqipëri, e quajmë udha e kombit, kur na konvenën. Po nëse dikush merret me çështje politike në kohë për pushtetin të gabushme, ai qenë ka shteta si huj. Me këso standardet dyfishta dhe të turpshme, këto duna me e ritheksu, munen s'kisha pas qef mu marë sonte. Për mu, ajo që e ka bo sot policia e Kosovës, që është objektivisht instrument politik i këtij pushteti, është diçka e turpshme. Dhe ki problem me këtë konstitucion? Jo, vetëm një element krejtësisht vogël, se zoti Gorani, do më thonë, ka artë e përfundimit, do më thonë, ajo është largu për aktivitet politik, po thotë. Unë po them që ajo është, mendimi jem është që ai nuk e ka respektu ligjin për të huajt në Kosovë. Dhe ta është pse ky shtet s'din me arsyetu e shkruan pallavra aty, ose është e krejtësisht tjetër. Unë nuk du me menu kur që për aktivitet politike po largohet për Kosovë. Dhe kush do tjetër qoftë ai? Tashti edhe se unë tash nuk po provoj me ra për emocioneve, atë dyqysh s'kem bërë nevojë me kallëzu sot sa dojmë Shqipninë. Bile ai kur po ndëgjoj këtë diskurs mas më të rajt ka pak edhe po m'vjen me qesh. Kemi dëshmuar sa dojmë Shqipninë, e dim krejt sa dojmë Shqipninë, secili. Po dalëm pak për te i kësaj dhe bisedojmë se cilë e dim edhe qysh me përqesh elementet caktuar të Shqipnisë. Flasim çdo ditë këto gjëra. Nuk kem nevojë me lëshuar këtë rrafsh. A dojmë ne me bal, me ligje këtë vend dhe me funksionu e drejta, jam i pa kompromis to. Krejt qëllimi jam çka është i keq në kontekstin asaj. Pse bashkë qitë kohë ky person, sikur ka një farë, duket sikur është organizuar. Po s'mund me thonë që ai se ka shkel ligjin, nëse ai s'u lajmëru në kontekstin me ligjin, me procedurat që i kërkon ky vend, atëherë ti duhet më thonë atij, po m'fal, por njëjtë kish menduar edhe me Shqipërinë nëse ata eventualisht kishin parë këtë çështje. Kishin larguar shumë më herët, s'kishin prit me i bë 7 vjet në Kosovë. As me bë aktivitet politik ka gjatë. Të kishin përzon moti, e kishte pa veten në Kosovë, edhe i kishin kthyer lajmet në Shqipëri. Se çfarë po ndodh me ty. Këto mos bëmi na këtë rast dyftyrshë. Dhe na çfarë kemi thonë disa herë këtu. Prej fillimit kemi thonë që po, shumë e mundshme që gjykata speciale të jetë njëna prej kësaj situate që u kriju. Dhe kemi thonë shpeshherë, mos me konvenojë dikujt nga pushteti me pas këto telashe. Dhe tashti, nëse pushteti po i ban këto për me problematizu gjykatën speciale, e pse opozita po bjen gras pushtetit? Po jo, nuk është kjo. Sepse edhe aty një konvenon Konspiracioni thellë kjo tash. Po tash nëse hym në opozita po bjen në gras pushtetit, edhe pse? Jo, veç një sekondë. Nëse ne futem në konspiracion që pushteti po e bën këto për shkak të gjykatës speciale, sepse unë po mendoj, unë në fakt jo që është konspiracion, unë po e mendoj këto kështu, që dikuj pe pushteti konvenon kjo, edhe këtë kjo dhunë që është shkaktuar për 5 muaj në Kosovë, dhe sot që po digjen makinat çdo ditë në Kosovë që besoj kemi me fol pak më vonë, dikuj edhe i konvenon, edhe nga pushteti, po pse me pavedije po vjen opozita në këtë gracë? Jo, po intereson ati problematizimi kësaj situate. Dhe tashti kur eshe, mos dikush po ban loj të djallin në Kosovë për me fut kaos në këtë vend, që i konvenon është edhe dikuj në pushtet, edhe dikuj në opozit, këto s'du të me lejuna, unë menoj. Edhe mendon që prej kaosit eventualisht mundemi me shpëtu duke ju majt ligjeve këtyne institucioneve edhe kësaj nomenklature? Po nuk e shot zgjidhje tjetër në asnjë variant kurrë. Gjithmonë më mirë se më duket zoti Kajtozi tha, më mirë të fillojmë ta respektojmë ligjin pjesërisht derisa të vijmë në kontekstin e ploti se sa mos me respektu hiç. Dhe unë shpesh them më mirë një ligj i keq për një shoqëri se pa ligj hiç. Dhe tash ne kemi këtë ligj, unë mendoj është kodgjë i mirë.
Bile po them në krahasim me vende tjera kogje liberal. As që tos po duhet me respektu mes një variant. Se më kujtuan tash në disa raste se përpos atij hoxhës po më njoftojnë disa tjerë që kemi pas edhe personalitetet serbisë që janë për zonë për Kosovës, janë dëbu për Kosovës. Një rast pas ka qenë me një person cili me emën me mbiemrin e pas kanë dhënë me lajmën para një kohe. Po megjithatë, nuk duhet ne kështu në mënyrë separate, them selektive, dikun po mundi mi hajt këtu. Dhe tash mundemi me pa kanë rastit organizuar në kontekstin me vetëvendosin, sepse po e shohim që pas 7 vite i ranë armend dikuj për kerrat e Uleksit. Për 7 vite kemi pas mundësi me u marrë me atë, ma 7 vite po mirë me ta. Dhe tash me Bojkenin sot, po Bojkeni që sa kohë në Kosovë. Jo veç Bojkeni, janë plot që dikush thotë janë koka ideologjike të vetëvendosjes. Po megjithatë, pse bashtash? Okej, un po pajtohem me këtë, ama për çështjen e respektimit ligjit, derisa deska me qenë pa kompromis blen. Po pikërisht kjo është që në fund që tha Dritoni, është konfirmon se është debim puro politik, për shkak se 1/10 njerëz të Shqipërisë, të Maqedonisë, të Luginës Preshevës, cilët nuk i përfillin këto ligjet për të hujt, jetojnë, punojnë, studiojnë në Kosovë, pa u lajmëruar në polici apo në organet e punëve të brendshme, edhe nuk ka asnjë sankcion ndaj tyre. Mirë po, në këto raste kërkohet një shkelje sado e vogël, në këtë rast. Nuk po them që është e madhe apo e vogël e zotit Abazi, megjithatë kërkohet çfarë do shkelje për të gjetë arsyetim edhe për ta debu. Edhe sigurisht ka arsyetim pse kanë debu, po arsyetimi si që është dhënë është çesharak, është tepër i paqëndrueshëm, është jo serioz, kallëzon për një jo seriozitet madh të policisë, Ministrisë Punëve të Brendshme. Për këtë arsye mendoj që është debim politik. Dhe e poshtë që reagojmë ndaj Dritonit edhe mënyrën se si po e përjetojmë sonte spaku Shqipërinë edhe dëbimin e shqiptarëve. Jo bre, nuk ka të bën kjo pa tjetër me, po mendoj është e drejtë e Dritonit me e interpretu kësaj. Po unë nuk asin, nuk mendoj që deshta me e deklamu një dashuni ndaj Shqipënisë këtu. Është çështje e interpretimit ti. Unë mendoj që nëse dojmë me reduktu sërish këto, në një nivel krejtësisht pragmatik, duke i heq historicizmat edhe afërsit tradicionalit që ekzistojnë në Shqipëni. Bojkeni është aktivist i një organizate parlamentare, politike parlamentare. Edhe si till, ajo organizat e konsideron sekretar për marrëdhënie me jashtë. Vetëm për qëllime politike, dëbimi ti është i drejtum ka eskalimi i situatës. Edhe kur ti me atë akt e shkakton eskalimin, e je pushtet mbi partijak, pra je pushtet qeveritar, i ndërtum nga partit, por jo shërptor ekskluziv i partive, por shërptor i krejt qytetarëve. Kur ti si pushtet ndërmer akt eskalimi, qa mundesh me mendu ti si qytetar? Pra, para veti nuk e kime o një entitet i cili spaku ka konsiderat për kundër simpative dhe intereseve partijake, spaku ka konsiderat karshi sigurisë në vend. Do të tipo e, si pushtet, tipo e trazën sistemin edhe realitetin e sigurisë në vend. Se edhe veturat e djeguna, edhe protestat, edhe eskalimi në rritje, cilin spaku une po e vrej, mund tjetë e kom gabim, kjo eskalim në rritje është ka inkurajohet. Edhe kjo akt nuk mundet mu marë kur qysh ndryshe, përveç si inkurajim i eskalimit vazhdushëm. Tash, naturisht, spekulim është, a ka të bën kjo me gjykat speciale ajo. Mua mërmendja që dikun brenda arsyeve mund të ndodhet edhe kjo. Mirë po, nuk ma ka marrë mendja që e pres ditën, kur pushteti qeveritar në vend nuk priton me e qu dorën mbi gjendjen e sigurisë vetëm për me mujt me e mirëmbajt pushtetin e vetë. Mu që tos ma ka marrë mendja. Prej këtyre ditëve e tutje, ato ndërtesa edhe ato institucionet duhesh me i vështru si entitete me kapacitet të rënimit të sistemit sigurisë në vend. Rënimit të sistemit të sigurisë në kohën kur po tentojnë ta mirëmbajnë. Për situatën e sigurisë në vend,
po ashtu aktuale ka qenë tema djegjes veturave, po ashtu ka qenë burimi shumë përplasjeve, polemikave në Facebook edhe në media edhe ku tjetër jo qovë ndërmjet politikanëve, qovë ndërmjet qytetarëve. Në fakt, vetëm një radhitje të kumtesave të fundit të policisë dhe gjykatës e kemi në kronikën që bën ndarjen ndërmjet dy pjesëve të emisioneve. Një seri sulmesh ndaj veturave zyrtare kanë ndodhur mbrëm në qytete të ndryshme të Kosovës. Policia ka raportuar se sulme ka pasur në Mitrovic, Gjilan, Ferizaj Pej e Malishev. Policia po ashtu ka konfirmuar se sulmet janë kryer kryesisht me molotov, kurse nuk ka pasur persona të lënduar. Tash për tash policia nuk ka arritur të kap asnjërin prej të dyshuarve për sulmet e mbrëmshme ndaj veturave zyrtare. Mirëpo, ndërkohë ka arrestuar aktivistin e lëvizjes vetëvendosje Alket Zeqirin në shtëpinë e tij në Fushë Kosovë, për shkak të dyshimit se i ka vënë zjarrin veturës së zëvendës ministrit të pushtetit lokal Bajram Gecaj javë më parë. Në anën tjetër, kryeprokurori i prokurorisë themelore në Prishtinë Imer Beka ka thënë se kanë prova të besueshme për djegjen e veturave zyrtare. Beka ka konfirmuar se ka pasur takim me hetuesit për djegjen e veturave dhe kanë prova të mira se kush po i djeg veturat zyrtare, por që një herë për një herë nuk mund të japën më shumë detaje për shkak të mosdëmtimit të procesit hetimor. Ndërkohë qeveria e Kosovës ka dënuar djegjen e veturave zyrtare në disa qytete. Në komunikatën e qeverisë thuhet se këto janë akte kriminale në dukje të koordinuara dhe qeveria i konsideron si sulme të drejtuara kundër shtetit të Kosovës dhe institucioneve legale të tij. Njëherë është qeveria i fton organet kompetente që të zbardhin këto ngjarje kriminale dhe të vënë para drejtësisë kryerësit e tyre. Akte kriminale në dukje të koordinuara cilësohen nga qeveria e Kosovës, djegjet e veturave. Në anën tjetër, prokuroria pohon që ka fakte të mjaftueshme, por për momentin nuk mund t'i bëj publike. Ajo që dihet është që pa fakte, eksponentët caktuar të qeverisë së Kosovës kanë akuzu indirekt ose direkt vetëvendosje, nuk kanë kursy terme të rënda, nuk kanë kursy cilësime deri në terrorizëm, dhe po ashtu nuk është që, le të themi, vetëvendosja nuk është kundër përgjigj krejt këtyre akuzave dhe kjo ka degraduar në debat edhe nuk kemi asgjë konkrete. Këtu janë pak më të ngadalshëm organet e hetuesisë dhe ndjekjes. Në një shtet modern, ku funksionon ligji, organet e ndjekjes dhe zbatimit ligjit, organet e hetuesisë, kjo punë nuk duhet të ishte debati joni. Për arsye thjesht se janë çështje ekstra policore edhe hetimore. Mirë po, unë tash e ndeza dhe pjeshilten kur foli zoti Goroni se mund të disa gjona që po ndodhin, sidomos djegja e veturave, gjujtja e molotovit në zyrën e presidences në vërtet, si dhe interferimi politik në rosën e Bojkena Bazit, me gjithë krejt u fusqaru problemi pse sot, pse pikërisht tash, qojnë të një mendësi që diçka këtu po shkon kundër logjikës. Tha paka shumë edhe zoti Selmana e përmeni këtë çështje, nëse praktikisht pushteti po don me dhezë kasht, me qitë kasht në zjarm që thuhet të na, atëherë pse opozita po bjen viktim? Pse opozita do të thotë po bjen viktime kësaj? Këto është dilema më e madhe cilën mund ta debatojmë. Dihet një sen që kemi debatuar shumë gjatë këtu në këtë studio, opozita ka qenë inicialisht pe fillimit kundër gjykatës speciale. Dhe vazhdon të jetë kundër saj. Prandaj del sikur aktivitetet kushtimisht kriminale, po them, djegja veturave, gjujtja molotovit e tjerë, që nga koordinume me disë opozitës dhe pushtetit, gjë që është absurd. Qysen. Nëse përpos konspiracionet shumë të mëdha, që do të dinin ose do të mundin me i bon këto sene, une nuk besoj, do më thonë që opozita vërtet për ja bon argatin pushtetit, për më shmang, ose me neglizhu gjykatën speciale, për shkak se ajo është një diçka që ka me ndohë. Qoftë shkoj vendi buzë gremines apo jo.
Dikush nështë ta mund po donë me përdojë kaosin në vend, për me bon nëj pazar me drejtësi ndërkombëtare, se këtu në kulturën kosovare të mos ndeshkimit krimit, ju mësu disa njerëz të fuqishëm me negociu drejtësin. Hajde bojmë pazar. Ti ma jek mua këtë akuzën, unë e kthej paqen në vend. Po më duket, në këtë jo logjik, në këtë jo racionalitet, ka shërët mlaja. Mirë po, ne nuk mund të debatojmë derisa organet e drejtësisë nuk po izbardhin këtu rastet e fundit. Rastet e Molotovit të shtëpia presidentit, qitja aty në Gram, qave m'ja shku gumat, Molotovet në për qytet, gohet mbi policinë, krejt u zbulun. U shku në burg, madje, u arrestu në aktiviste vetë vendosjes. Mirë po, logjika tash, po shkon kunder metodave të vetë vendosjes. Por arsys ata gjithmonë kanë marrë për sipër vepra cilat i kanë kryer. Ndërka që shumtën e herave, shumtën e herave i kanë pranuar vepra që i kanë bërë. Jo, ka pas raste kur ka pas dhunë mrena protestave dhe kanë thonë që këto i ka kry policia apo pushteti me njerë që i ka infiltru brenda. Po, ajo ka mujt me ndodhë për shkak me shpetu vetë, do më honë, se asë një opozit nuk del me honë që unë jam e udhënshme, prakisht, do më honë, mirë, po si do qoftë në planin ma në gro plan, po du me thonë, opozita nuk është qu për metoda tila me gjujt gurin me mshef dorë. Prandaj, pse nuk po zbarët për pushteti këto raste, nëse prokuroria pas ka fakte, hajde ne qytetarët e Republikës po presum këtu për një me, po anisum dikun funksionimit ligjit të zbarës të rasteve, hajde që është një rast ideal, me dalë nesër prokurori shtetit, policia, zëdhënësit, qeveria, madje, ministrin brendshëm, let na të regojnë se kush po i koordinon që të akte kriminale. Këto janë mas pari hynë në domen e luftës speciale, janë demek vepra të cilat e prishin në vendin, e prishin sigurinë publike, ndikojnë psikologjikisht të qytetarët, ndikojnë pa siguri totale, kur kush mo nuk djeti sigurët, edhe pse një farë sigurie publike ka qenë ko gjën nivel viteve të fundit në Kosovë. Prandaj, hajde, debatojmë, let fletë edhe qeveria Kosovës, kush është interesum me prish rendin, qetësinë publike, eventualisht paqen ose stabilitetin në Kosovë. Dhe unë po më duket, po du me mbyllë me këtë, që kjo aktet e fundit, më zbardhja atyne, dëshmojnë që ka konspiracion. Dëshmojnë edhe konspiracion është pak problem, po ajo që spaku e kemi është që ekziston diçka që quhet qytetarët e paknaqur. Dhe një farë ideje që ata i marrin përgjegjësitë për disa prej këtyre veprave, por janë të paknaqur edhe të padetektueshëm aktualisht. Qytetarët e paknaqur. Qytetarët e paknaqur thjesht është një komunikat, nuk ka kur gjë më shumë mrapa asaj qytetarëve të paknaqur. Komunikatat e tilla janë lëshu gjithmonë kur ka pas ndonjë aksion, kur ka pas ndonjë akt dhune apo diçka e tillë. Ka pas madje edhe kërcënimet për sigurinë, ka pas në raste të arrestimeve të njerëzve të dyshuar për terrorizëm, komunikatat e tilla që kërcënojnë me sulme. Thjesht është një diçka pa kur far identiteti që mund të alshojë gjithkush, një komunikat të tillë. Ajo që shihet me këto akte të dhunës është organizimi mirë i tyne. Një organizim kaq mirë tyne nuk besoj që mund ta kryejnë qytetarët e paknaqur. Këtu ose kemi thjesht veprime tipike të opozitës, të cilat edhe dorën zemër edhe në pikë të ditës kanë kryer akte të tilla, kanë djeg vetura, kanë sulmu policinë me molotov, kanë sulmu shtëpinë e kryeministrit, kanë sulmu kuvendin e Kosovës, qeverinë e Kosovës, do me thonë veprime janë shumë të ngjashme që i kanë kryer edhe në pranitë të gazetarëve, të medjave. Megjithatë, këto natën, apo ky rast i fundit që ishte mbram, flet për një organizim tepër të mirë, i cili me gjas zërë se mund të zbulohet. Ajo që e shonë si problematike këtu është përshkallëzimi pasigurisë,
sepse kjo qënë mesazh të secili që mund t'jeti i pakënaqur me gjithë shka, në këtë rast qoftë edhe me neve në këtë debat këtu, se mund të dalë natën, ta djek veturën, sulmoj fizikisht apo diçka të tillë, edhe t'jeti sigurt se shteti nuk të ta zbuloj, nuk të ta nxjerr para drejtësisë atë, derisa nuk ka zbulim të akteve kaq shpeshta të dhunës edhe të vandalizmit apo quj që shdush, po janë thjesht akte kriminale. Kemi një organizim të mirë të këtyne sulmeve që me gjas do të vazhdojnë edhe në ditën në vazhdim, apo javët në vazhdim, edhe një përshkallëzim të krizës politike, e cila natyrisht që mund të lidhet edhe me gjykatën speciale, sepse sa ma shumë që afrohet procesi i arrestimit, ndikimi do t'jetë shumë i madh, ka nis veç një lloj presioni kështu edhe mesazhe tepër të këqija për dëshmitarët e mundshëm të gjykatës speciale. Ka nis po ashtu edhe presion brenda qeverisë të Kosovës për ndrrim pozitash pikërisht për shkak të gjykatës speciale. Zoti Kuçi po e liron pozitën e ministrit drejtësisë për shkak të gjykatës speciale. Është arsyetuar thjesht se unë nuk mund të jem ministri i drejtësisë në kohën kur arrestohen bashkëpartijakët e mi dhe dorëzohen në Hag për krime të ndryshme, bile edhe asi krime se siç pritet do t'jenë tepër turpshme dhe të gërditshme për politikën edhe për krerët e politikë në Kosovë. Do të thonë, kemi një situatë tepër të ndërlikume që mund të na çojë vetëm në përshkallëzim të dhunës edhe të nxitjen e akteve të tilla për të mbjellë një lloj frike, një lloj pasigurie të përgjithshme në Kosovë. Tash, kjo pjesa që dikush mund t'jeti pakënaqur me ne në debat, edhe pse na qytetarë të pakënaqur jemi në atë pestit edhe shumica e këtij vendi, ajo është vështirë, po në parking e kikë të rëmiri. Që se vinë na marrin. Po, unë mendoj që nëse pyetja jote pra është kush ka i bën këtu. Qartë azit dikush në prokurori... Po muj me të pyet kush ka i bën, se s'me dhe nas prokuroria, po ideja. Dikush në prokurori po dika, po nuk po muj ka me na kallëzu. Kam faktet mjaftueshme, po nuk mund t'i bëjnë publike. Edhe mirë po e bojnë publike faktin që e din kush pi bën, e bojnë publike aq sa ai i cili jo ka i bën me e kuptu që këta pi dikan. Edhe mandej nuk ja kallëzon emnin. Do të çfarë forme e komunikimit publik të instancave si prokuroria është që kjo. Me dalë publikisht me thonë kemi faktet, sigurta, por nuk mundë me tregu. Ti ose i mban të mshefta deri në fund. Edhe mandej i nxen ata keqbërësit dhe i qetë para drejtësisë, ose s'paku del edhe tregon. Po e dim kush ka i bën, po nuk mundë me tregu, përvoja më tregon që kur s'kemi marrë vesh. Edhe nëse kur se marrin vesh, që atëherë une e kuptoj që këto se ka bëhë opozita. Edhe pse nuk ka, le të themi, një prej gjërave vështirë detektueshme është kriteri, edhe seleksionimi, edhe mënyra. Dhe tash qeveria po thot në dukje të koordinuara. Diçka që ka fillu si fenomen ma herët, edhe prej mbrëmje tutje është shqetësues. Në fakt, kjo është produkti e asoj krize politike që 6 muaj që ne kemi thonë këtu, sepse Kosova gjithmonë ka qenë e përshtatshme shumë për futin elemente të treta të natyrave të ndryshme. A mund të jenë nga shtetet për rreth, a mund të jenë nga ideologji të ndryshme, madje dhe religjioze, a mund të jenë është hapësinë dhe kohë shumë e përshtatshme për ata që dojnë me i bë keq këtij vendi. Nuk do mend që këto janë akte kriminale me elemente terroriste, madje fashiste. Kushdo që ka me dalë nesër që qëndron mbrapa tyne, unë mendoj që do të me marrë dënimin më të madh të meritum. Sepse kjo nuk është akt i vogël. Domethënë, tashmë kjo po ndodh në mënyrë sistematike. Kërkush në Kosovë nuk është i sigurt, për kur gjë. Më bashkë për kur gjë hiç. Tash ti më apo sulmohet prona dhe prona provohet disa për shkak që janë me 3Z ose me që janë pjesë pushtetit kështu me radhë, dhe nesër mëse mund të sulmohen atë tjetër kush. Po kjo tregon kur ata sulmohen me kaq lehtësi, të tjerët njerëz të thjeshtë në Kosovë dhe ma lehtë mund të sulmohen. Unë nuk po du me ardhë në përfundime sepse as që i di dhe
prokuroria ke që del me kësi deklarata, por në fakt edhe nëse kanë informata bazike, eventuale, janë në fazë të mirë, ata nuk do të bëjnë publike asgjë, sepse veç ka dëmtojnë i timet në situatat caktume, dalja eventuale ndonjë lajmi sipërfaqësor, nëse janë duke hetu si duhet, që bazuar në të kaluarën, jo shpesh në kanë dëshmu që dinë dhe dojnë me bë punën si duhet, por nëse eventualisht janë rrugë të mirë, uroj që diçka të zbulojnë, sepse këtu mjafton një rast 2 për të zbulu dhe del më pas filli krejt se kush ndër mbrapa këtyne. Nuk është problemi madh këtu nëse vetëm një rast gjejnë, dije që çaj ka me qenë mbrapa krejt asaj. Uroj të mos jenë partitë politike. Nëse ka parti politike që qëndrojnë prapa këtyne akteve, ato s'duhet mirë me politikën në Kosovë. Ato duhet mos regjistruar në 24 orë. Menoj unë, kur çdo që vlerëson që tu kall makinat shtetit, natën, duke më shef me maska, duke sërmu zyrat presidencës të veni, mas paku i dunë të veni ata njerëz dhe mas paku i vynë politikës i ceq pas të veni nuk i vynë me jetu ata njerëz tu. Nuk zgjidhet situata politike dhe kriza politike me akte kriminale terroriste. Po them s'du me besu dhe po kursej maksimalisht që të bëj vlerësime që dikush nga partitë politike po qëndron. Nëse ka me dalë kjo është mirë me i matë që ka mujtë me i ndodhë Kosovës të 16 vjetë të fundit. Ajo që kemi është drejtoni nuk po dënë me besu që janë partitë politike, pra në anën tjetër kemi zyrtarë të qeverisë dhe njerëz publik të cilët në një mënyrë tjetër ose insinuojnë ose akuzojnë direkt subjekte politike alil që janë prapa kësaj, duke shkaktu luftë mediale po se po shohim që për te medjave kemi aftësi të madhe me i keq kuptu mesazhet që i japin politikantë. Po, fundja politikant janë fajtorë për këtë që ka po ndodhë në këtë vend. Dhe ata duhet me pas, duhet me qenë shumë të sigurt kur dalin me një, kur e akuzojnë tjetër. Apo duken të sigurt kur po akuzojnë njëri tjetër për terrorizëm. Problemi është që nëse prokurori nuk ka dhënë fakte për qytetarët e vendit, pse ti ketë aty fakte një politikan, por me akuzu një subjekt politik, kjo para gjykim total, nuk guzojnë me para gjyku vetë vendosjen në këtë rast, për arsye se e lexova një shkrim dikun faktori i tretë, ose faktori X, kur hynë në një përplasje civile, a i kopjon metodat e opozitës, flamuj të rajshum i thuhet kësaj, për me e kompromitu opozitën. Se këtë qytetaria mendojnë që opozita për i bon, ndërka që i bon qaj faktori X, që ne nuk po du me emnu, sepse nuk kemi fakte. Mirë po dyshimet shkojnë që forca ndryshme nga të qeveris, ose nga të koalicionit qeveris, ju intereson kompromitimin e një i opozitës në ndy neglizhimi ose negocimi drejtësisë ndërkombëtare, edhe dojnë me fut vendin në kaos. Kjo që shtu lexohet. Kush lexon pak ma mënyrë ma normale. Ndërka që në kohën kur praktikisht ministri drejtësisë nuk është i gatë shumë me morë barën, me rujt poqen vend, edhe me kry një obligim ndërkombëtar, atëherë, unë e duna me qena i cili praktikisht e drejtoj Ministrinë e Drejtësisë në këtë rast, nuk jom i zgjedhur, nuk kom vota, nuk jom përfaqësues. Po problemi që ndodhen këtu që nacizmi gjerman ka është bon në Nürnbergu, Karl Schmitti si njeri i parë i drejtësisë gjermane ka vazhdu punën. Deri sa është bon ai rotacioni, legjitimimi i ri i pushtetit që ka pas nacistëve. Edhe pse është njëni për jurizemat, mirë ka bashkëpunu me parti naciste të Hitlerit. Mirë po ai ka mbet me mojt randin juridik në Gjermaninë post-naciste. Ndërka që këta nuk guxojnë me morë këtë obligim. Që me shpetu vendin për i karusit, me kry një obligim ndërkombëtar, me met shteti në kom. Sepse levat që mojnë shtetin në kom nuk duhet me ra, që të gjitha. Mund të binë segment të udhës, caktume, por jo levat cilë qytetari i Kosovës i ka votu, i ka bo përfaqësues ti, i pagun me toksat e veta, dhe këta njerëz, kjo dezertim prej detyres madhore shtetënore, ose prej mirëmbajtjes të atyre interesave që na i quajmë kanë herë vitale, sigurisë nacionale e tjera. Por
absurditetet do më honë këtë vend nuk po kanë të sosun, kryeministri i Kosovës, qeveria vendit, që është nesër është vënë, duhet më drejtu qytetarëve, kanë shërbimet sekrete, kanë agjencionin kosovar të inteligjencës, kanë informata, mujnë me marë, do më honë, informata edhe prej ambasadorëve Quintit, hajdes ku ta diune, unë nuk besoj që janë forca treta, që janë përzi dikush për shërbimeve anëmiqësore të Kosovës, për arsye se nuk kanë as interes për këtë punë, por interesi paka shumë... Shkoni prokurori ka të regoni. Qëre, drejton, të na thojnë kanë herë djalli flan detaljet po dëshmojnë dita dite se levat e mbajtjes këtij shtetin kom janë tunara udhës. Dhe ne, në vend se me debatu për këtë punë, dhe më honë, ka njëherë edhe dim me heshtë. Halili e qujti dezertim, po një për temave ditë sot ka qenë pikrisht kjo që Aredin Kuqi pati me Euleks, një deklarat edhe në mbrëm, edhe një keqkuptim si pas ti, cili naj pohon që e ka sëqaru, po nuk të regon si e ka sëqaru. E di që gjatë ditës je marrë me këtë punë. Kjo çështja e ndërhyrjes në drejtësi është, si me thonë, është pika për cilën të gjitha subjektet politike akuzojnë njëra tjetrën dhe të gjithë ndërhyjnë në drejtësi. Sulmet në drejtësi janë absolutisht trona edhe vijnë prej gjitha subjektet politike, prej gjithë njerëzve që kanë sa do pak fuqi në këtë vend. E para, ndërhyrje në drejtësi ka pasur vazhdimisht prej PDK-s. Dhe kësi ndërhyrje tepër trona sa ajo e mbrëmshmja e Ministrit Drejtësisë Zotit Kuqi. Ai mbram ka bë gjykim për mbi gjykim. Zoti Kuqi e ka quajt absurd dënimin e Zotit Lushtaku. Në kohën kur një gjykat, shkalla e parë, ka vendos se Zoti Lushtaku është fajtor. Prandaj kemi shkallën e dytë, apelin, që duhet vendos për këtë rast. Rasti ka shku me ankesë mbrojtjes në gjykat. Neja mund të thomë është dënim absurd, neve absolutisht që na lejohet, sepse nuk kemi asnjë përgjegjësi institucionale mbi drejtësinë. Ndërsa Zoti Kuqi është ministri i drejtësisë, edhe thotë se është dënimi absurd, edhe paragjykon gjykimin e ardhshëm të gjykatës të apelit. Thotë se ai pret që do të lirohet, domethënë. Ky është ndërhyrja tjetër që ndodh në një proces të pastërt penal nga politika. Dhe kemi reagimin e Euleksit si mision, anulimin e një takimi të ashtu quajturit bord për sundim të ligjit për shkak të kësaj deklarate, e cila vjen nga një mision zyrtar të cilit kanë ndërhyrë dhe vazhdojnë me ndërhyrë në sistem drejtësisë. Është tepër skandaloze veprimet që kanë ndërmarrë zyrtarët e Euleksit, gjyqtarët dhe prokurorët e Euleksit, pikërisht në rastin e Zotit Lushtaku. Rasti i aktakuzës së Kekut është shkelja më e madhe në sistemin e drejtësisë. Ka vendos shkalla e parë që aktakuza është e bazuar. Mbrojtja është anku në shkallë dytë, për shkak se aktakuza është ngrit jashtë afatit kohor prej 2 vjetësh, siç e parashek Kodi i Procedurës Penale. Dhe më të drejtë apeli ka hedhë poshtë këtë aktakuzë dhe ligjërisht me kaq ka përfunduar. Çka ndodh tash? Euleksi bën kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë në Gjykatën Supreme. Në rastet kur Supremja vendos për mbrojtje të ligjshmërisë, gjithmonë vetëm konstatohet shkelja, por nuk vendoset në dëm të pandehurit, por vendoset në favor të pandehurit. Këto janë rregulla standarde ndërkombëtare, të cilat nuk kalojnë, domethënë janë të tilla. Çka ka ndodhur në këtë rast, Euleksi me një trup gjykues për 2 gjyqtarëve të Euleksit të misionit urdhëron kthimin e aktakuzës në shkallën e parë dhe nisjen e gjykimit. Do thonë, derisa aktgjykimi i apelit është i pa apelueshëm. Pra është një shkelje flagrante e Euleksit që ndodh në një rast që ka të bëjë prap me Zotin Lushtaku. Dhe kemi rast tjetër para 2 javësh kur një gjyqtar e Euleksit, kryetari e trupit gjykues,
në rastin e Nasser Kelmendit, vendos që debati për shëndetin e Zotit Kelmendi të mbati mbyllur, sepse ka dhëna personale. Dhe aty ka qellu Zoti Peter Ba, është njeri dytë i misionit e Euleksit, në gjykat të cilin i drejtohet gjyqtarja dhe thot duhet të lironi sallën e gjykimit. Dhe ai refuzon të dalë prej sallës gjykimit, duke kap karriken kështu edhe duke thonë, unë nuk dalë, ti në mujsh që të muj ashtë. Edhe ndodhë pikrisht prej njeriu të dytë të misionit e Euleksit, i cili sulmon sot Ministrin e Drejtësisë për ndërhyrjen në drejtësi. Pra, këto ndërhyrje janë atë zakonshme, janë aq të përditshme sa thjesht shënohen si raste, nuk ka ma ndonjë peshë madhe të ndërhyrjes në drejtësi, janë thjesht raste pas rasti që ndodh në mënyrë të vazhdueshme dhe që ndodh edhe prej opozitës e cila akuzon pushtetin për ndërhyrje për kapje të shtetit. Domethënë, sistemi i drejtësisë është aq i lehtë i sulmueshëm, aq shumë i sulmueshëm saqë nuk çon më mallin në një sistemi drejtësisë, por thjesht të një lloj pikadoje ku secili sulmon aty, sipas shefit vet edhe sipas llogaritjeve të veta. Llogaritjeve, po në pikado duhet edhe precizitet pak. Edhe nëse pajtohemi me këtë punë, nëse pajtohemi që në fakt ato janë raste, edhe nuk përbëjnë me lajm, po e ka përcjellë temë dhe nuk po e lë misionin ti pa përmend edhe një temë të mundshme. Kjo që e përmendi VBU, ndërheqja eventuale Hayrettin Kuçit dhe emërimi i tij si zëvendës kryeministër, e imponon nevojën që dy ministra të ri të emërohen qeveri për shkak se e kemi Hashim Thashin të votuar president. Pret që të jenë ndryshime kozmetike, apo mund që me 2-3 emra të ri të ndryshohet edhe imazhi, le të themi, qeverisë? Në fakt, unë vetë deklarimin e Zotit Kuçi e shoh absurd të llojit vetë, para se me marrë me absurditetin e vendimit të gjykatës. Dhe nështë kjo çështje populiste e tij ka të bëjë me atë që ai tashmë mund ta lë ministrin e drejtësisë, dhe tash merr një post tjetër, dhe tash po don me na tregu neve se sa i keq pas ka qenë Euleksi, kur ndërkohë që ka pas një bashkëpunim shumë të ngushtë, madje i pa të ndalë një herë edhe disa incizime kështu të telefonike rreth asaj se si kanë mujtë eventualisht disa njerëz që të rëndësishëm të qeverisë pa qenë mund Zoti Kuçi të përfshin në disa raporte me njerëz të afërt të Euleksit. Ma i men edhe një element tjetër ku Zoti Kuçi pa thonë në Kuvendin e Kosovës kur erë puna për ligjin për gjykatën speciale, tha ky draft është sekret. Jemi në fazën të bisedu me BE-n, po mos e kesh përdor një deputet, unë e pjavë sjellë këto. Ishëm më shumë se 20 vjet aty mbrana, po ishte sekret ai dokument dhe më pas bëri bujnë. Domethënë kjo është asi populiste më pas për të thonë që ne po mundohemi me bë diçka, po të huajt e kanë fajin këtu. Dhe unë në këtë kontekst, domethënë nuk e vlerësoj si absurditet deklarimin e tij dhe jo atë çka ka thonë dhe jo se si ka qenë vendimi i gjykatës. Nuk pres ndryshime të mëdha në këtë situatë, në këtë ato çka unë po e shoh lëvizet në mbrana kësaj qeverie, duke që kanë me u plotësua ato vende të cilat Zoti Thaçi ka lënë bosh, është ministria e politijashtme dhe posti zëvendës kryeministrit. Në këtë rast rëndësinë që ai po don me thonë që unë kam qenë shumë i zoti për të kryer dy punë, tash do të më vendos dy protagonistë, jo një, për të thonë që unë jam i pazavendësueshëm dhe duhet patjetër dy njerëz sepse njësuni kryen ato, dhe tash kjo është problem me nëjën vetëm plotësimi problem. Është çështje vetëm plotësimi i atyre digastierëve nga ana e Partisë Demokratike, por nuk shoh ndonjë riformatim, sepse nuk kam pa asnjë disponim të qeverisë për të thënë që eventualisht me ndonjë ministri kanë qenë të pakënaqur në performancën e saj. Përkundrazi, ata kanë vlerësim maksimal për performancën e qeverisë, pjesa e opozitës ka vlerësime minimale mbi punën e saj, dhe tash në këtë fazë nuk e shoh as nevojshme, as të domosdoshme ndonjë reformatim, them pak më substancial për të thënë që gjërat po ndryshojnë. A është humb rasti për bë bilanc eventual nëse të gjithë janë të kënaqur brenda qeverisë me punën e kabinetit? Po natyrisht që qeveria është praktikisht tripartite dhe njerëzit e LDK-s po e vlerësojnë veten. Njerëzit e PDK-s po e vlerësojnë veten. E jo, domthonë,
krejt ekipin ose krejt skuadrën në lojë që është. Në anën tjetër opozita, si tha drejtori, jo që ka vlerësim shumë negativ, po madje tash i ka haru edhe njerëzit ndaj cilëve është ngrit më parë në protest. Tash po akuzohet vetëm Isa Mustafa dhe ministri i tij brendshëm, sidomos mas rastit të këtij zyrtarit televizjes vendose, zotit Abazi. Në këtë situatë, unë nuk shoh që do të ketë domethënë ndrime thelbësore në qeverinë e vendit. Unë shoh që do të ketë domethënë vendet bushe aty do të kooptohen njerëz. Si që përmen ministri jashtëm edhe Zavens kryeministri, mirë po reformatizim thelbësor nuk do të ketë. Dhe me këton qeveria Kosovës nuk ja blen vetës asë një sahat kohë ma shumë, por se me aktet guximshme, me vendime që ju përkasin ta mund pushtet ase në kohë të vështira, sepse si vjetë unë e parashoh që do t'jetë një vit i vendimeve shumë vështira, po për shta njerëzit votohen për i popullit me marrë vendimet vështira, sepse në vendimet leta edhe ne si qytetarët zakonshëm kishim me marrë kësi vendime dhe me dal let në selamet që thuhet. Po problemi është që një leadership i fuqishëm dëshmohet pikërisht në kohën kur njërin vendimet vështira edhe ruhet, po që përkatësisht ruhen mekanizmat qendrore që e bojnë një shtet për të qenë shtet. Vendimet vështira, po vendimet e vështira veç se janë marrë, ose s'paku përshtypja është që pavarësisht kush është ministri i drejtësisë ose prej kujt përbëhet kabineti, edhe gjykata speciale edhe krejt të vendimet e vështira do të vazhdojnë, do të procedojnë. Po vendimet janë marrë, tash mbet vetë zbatimi. Unë mendoj që... A kushin varet prej kosovarëve kjo po? Pushtetin Kosovë duhet mu pajtu me zbatim. Edhe natyrisht duhet me i kriju kushtet që zbatimi me ndodhë. S'paku që shtu e interpretoj une. Këto lëvizjet e mundshme në kabinet qeveritar, unë i shoh si parancishme, me qenë se nuk mendoj që kjo qeveri ka probleme kadrovike. Unë mendoj që kjo ka probleme sistemike. Unë mendoj që ka probleme me legitimitet të vetin. Edhe mendoj që si e tilë, duke qenë kontestuar nga ana e legitimitetit vetë, këto ato rokadat kadrovike ka të ngjarë të jenë çështje dinamike së brendshme kush çfarë dikasteri pimer, po diçka serioze në strategjinë ose në qasjen e kësaj qeverie nuk besoj që ndrën. Po megjithatë, sa herë që po mbledhem këtë emision, gjithmonë po e vrejmë që tash e gati 3 vjet, na ndodhemi karshi një pritje të madhe. Pra ndodhemi karshi një fenomeni cili quhet s'pakun në dramë, quhet katarz. Do të thotë, ndodhemi para një përballje të madhe me veten. Edhe mënyra se si proceset politike, ekonomike të këtij vendi janë ka zhvillohen, po ma krijon përshtypjen që ndoshta si vjet do të ndodh ose do të fillon një lloj i shthurjes së një pjesë të problemeve dhe të çështjeve të cilat po shihet që do t'i tejkalojnë kornizat edhe të institucioneve aktuale të shtetësisë, edhe do t'i tejkalojnë kornizat e një farë fair play, e një farë korektësie në luftën politike në cilën na jemi mësu deri sot. Pra, përshkallëzimi, çështjet që priten, përfshirë dhe gjykatën speciale, një situatë jashtëzakonisht e rëndë ekonomike në vend. Krejt këto janë ka dojnë me prodhu një cilësi brengosëse, një klim brengosëse në shoqërinë tonë. Edhe tash, kjo nuk o diçka që është e papritshme. Në fakt, heshtazi ose publikisht, tash e 2 vjet, krejt kjo opinion e pret këtë katarz të ndodhë. Se qysh do të ndodhë, edhe sa do t'jetë e rëndë kjo, që thojmë na i sharetet si ka të mira. Edhe ky përshkallëzim edhe krejt të gjëra që po ndodhin, edhe deklarimet e pa kujdesshme ose pa
të papërgjegjshme, e sidomos ajo që e tha Vebiu, që ti realisht e ke një sistem drejtësisë i cili është sikur një thes i boksit, ku kushdo mundet me e godit. Kjo dha pikado. Ta marrë një rekvizit tjetër sportiv. Mirë po, pra ti na jetoj me një situatë ku përgjegjësia ka fillu me ra shumë. Përgjegjësia e fjalës publike, po edhe përgjegjësia do të thotë e posteve, funksioneve publike ka fillu me ra. E kjo flet, s'paku mu më duket kështu, kjo flet sikur një moment para braktisjes. Sigur një moment para braktisjes, para ikjes prej qintegrimit plot të një shoqënie e cila ndoshta duhet mu përballë me diçka që nuk është hala e përgatitur. Shkurtësisht. Për të demasku në shtë qasjen selektive, eventuale, ndaj rastit bëjkena bazit, unë i sugjeroj gazetarë që me u marrë edhe me një rast tjetër që është me këshilltarin e presidentit në ardhje, Adrin Urellari ka qenë një këshilltar vazhdimisht, me pa, nësa e ka respektru ligjin për të huaj dhe pse s'është marrë as njerë mas ndaj ti, më pas kështë mjarë në përfundim nëse vërtet është qasje selektive kjo, apo pse po ndodhë kështu. Atë se po mendon që veç me këta dy mundet me u tërheq krahasimin duhet. Po, atëherë kështë mjarë në përfundim që me thonë, pse vetëm vetë vendosjen? Me një sugjerim prej drejtonit i përshëndes kolegët gazetar, në anën tjetër në emision foljem që deportimi, si mase pakthyeshme, u tha që ka qenë politikisht e influencuar në një mënyrë ose tjetër, edhe nëse nuk ka qenë e tillë, definitivisht ka efekte politike, që është politikisht e influencuar drejtësia si koncept dhe sistemi i drejtësisë si sistem në Kosovë, kjo po ashtu u tha, edhe rasti deklarimit të ministrit drejtësisë Redin Kuçi vetëm sa e forcon këtë ide, në anën tjetër u përmendën edhe mënyra se si ka vepruar Euleksi pas këtij deklarimi, edhe mënyra se si Euleksi ka vepruar në disa procese gjyqësore që nuk mund të interpretohet as si tjetër përpos ndikim direkt në drejtësi që sistemi drejtësisë ky që i ka faktet se kush po i djeg veturat, po nuk është i gatshëm të i bëj publike ende në kohën kur djegja e veturave veç se përbën nëse bën në mënyrë të koordinuar në duke, si që po shprehet qeveria, nëse kjo ndodh atëherë përbën shqetësim për sigurinë në vend edhe mbetet të shihet se kur do të përbëj shqetësim të mjaftueshëm në mënyrë që prokuroria në bazë të këtyre fakteve të fillojë edhe të veprojë, duke falendëruar Vebi Kajtazin nga insideri.com dhe 3 prej të përhershmeve në klik, këtu e shlemroj për këtë javë, ne jemi të martën, mirupafshim.